Pas zhbllokimit të programit kompakt me korporatën e sfidës së 1000 vjeçarit MCC në fund të korrikut, ka lëvizje për funksionalizimin e korporatës për ruajtjen e energjisë KRE. Jo zyrtarisht, TV Dukagjini merr vesh që vetë se janë kryer procedurat kryesore për rekrutimin e antarëve të bordit të drejtorëve të ndërmarrjes për baterit, por se për hapin zyrtar duhet konfirmimi nga MCC-ja dhe miratimi nga qeveria. Në këto rrethana, vendimi zyrtar për emërimin e bordit të ndërmarrjes që u themelua në mars të vitit 2024 pritet të merret pas formimit të qeverisë së re. Megjithatë, as Ministria e Ekonomisë, as zyra e Agjencisë Amerikane në Prishtinë nuk u përgjigjen në pyetjet e televizionit lidhur me këtë temë. Po ashtu, TV Dukagjini mëson se muaj më parë është hartuar draft statuti i korporatës për ruajtjen e energjisë. Megjithse zhvillim pozitiv, procesi i rekrutimit të bordit si hap vendimtar për funksionalizimin e ndërmarrjes ishte parapar të ndodhte para fundit të 2024-s. Këtë e kishte konfirmuar vetë Ministria e Ekonomisë. Fakti se Kosova do të hyjë në vitin 2026 pa e funksionalizuar këtë ndërmarrje, sipas kushtrim Ahmetit nga dhoma e tregtisë dhe industrisë, tregon qasjen jo serioze të institucioneve vendore në raport me projektet e mëdha. Vonesat e shumta dhe konsideroj që shpesh janë shumë të parasyshme për një kohë kaq gjatë, nëse ka pasur bordi të bëhet në 2024 kur qeveria ishte funksionale. Pse nuk është kryer deri në atë kohë? Pse duhet të prit tash 2026? Nëse po është projekt shumë i rëndësishëm siç po flasim për projektin e baterive, ky është dashur tashmë të kishte punime duke u bën. E jo më të presëm ne këto procedura burokratike kur po bëhet bordi kur s'po bëhet. Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes me MCC-n, nga e cila Kosova fitoi grantin në vlerë $202 milion, më 13 mars 2024, qeveria mori vendimin për themelimin e korporatës për ruajtjen e energjisë. Me këtë projekt 5 vjeçar, Kosova synon të blejë dhe instaloj bateri me kapacitet deri në 340 MWh me qëllim ruajtjen e energjisë, balancimin e sistemit dhe integrimin e burimeve të ripërtrishme në të. Nga fillimi i vitit, kur Donald Trump mori zyrtarisht pushtetin në SBA e deri në fund të korrikut, ky projekt kishte mbetur pezull si pasojë e kufizimeve buxhetore për agjencitë amerikane.